Së pari, shoh që media ka qenë shumë e jetur për ta argumentuar masivisht këtë. Mua nuk më duket ndonjë kafe ndryshe nga kafet e zakonshme që ne në PD jemi mësuar të bëjmë. Unë para se të vija këtu isha me disa kolegë të Partisë Demokratike, dje po ashtu, nesër prapë me kolegë që janë kthyer në miq të mi, jo vetëm kolegë të Partisë Demokratike, që në kafe ne sigurisht ndajmë ide të ndryshme se si mund të ecim më përpara një parti politike, Partia Demokratike në këtë rast, çfarë mund të bëjmë, ku mund të jetë angazhimi jon maksimal për secilin nga ne që t'japi më të mirën e mundshme, dhe këtë kafe e shoh po ashtu si një takim. A ishte dhe Saliani në to kafet tuaja? Jo. Jo. E po duhet tjetë Saliani Jo, të bëhet po edhe lajm. me eksponent tjerë që kanë qenë aty në atë kafe, unë takojmë shpesh pa diskutim, edhe ndajmë edhe vizione për si mund të ishte PD-ja edhe më mirë se ç'është. Nuk e shoh, unë e shoh si disa njerëz që janë të angazhuar dhe kanë një interes për të maksimizuar dhe mbështetjen që Partia Demokratike ka. Në këtë prizëm nuk e shoh si diçka negative, pavarësisht se media e ka diskutuar si një grupim veçmas Partisë Demokratike. Ata nuk janë një grupim veçmas,